historia e saj nuk është e lavdishme. Historia e saj është shumë e dyshimt dhe për këtë arsye ndoshta mendoj që nuk ka menduar kur, po historinë e saj të vërtet do ta kishte zbardhë ne hetemi Mirfield, por ne hetemi ne njësiet veçantë të prokurorisë dhe të policisë për të pa të gjitha këto. Unë e kam thonë këtë studia dhe në plot vena. Po, UÇK-ja ka kry krime lufte. Po duhet me zgjedh kush. UÇK-ja apo individ brenda UÇK-s. Sepse ka dallim, sepse në shumë pjesë të akuzës quhet ndërmarrje e përbashkët kriminale. Kemi folë për atë pjesë. Pjesëtarët të UÇK-s kanë kry krime lufte. Janë vërtetuar edhe në gjykata. Kanë kry krime lufte, po duhet me zgjedh. Nuk mundet kjo gjykat në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë kuptim nëse nuk akuzohet zoti Thaçi. Pra unë pres që zoti Thaçi me u akuzu dhe pres që ka muj marë saj veç me ultu për Hagë. Organizat ka punu intensivisht që me dobësu LDK-n dhe si mënyrë e dobësimit të LDK-s përmendet që është edhe vrasja kundërshtarëve politikë. Këta shkojnë deri në atë masa që për të arritë qëllimet e veta politike nuk zgjedhin mjet as formë. Ju keni punu gjatë me një politikan pragmatik, patriot, me tonat mirat, që ka qenë Hashim Thaçi. Ta me thonë, a i shkon me shku me puth në balë atje. Hashim Thaçi në kohën e tina, edhe Tisa Mustafës, këj ven ka jesë për para. Po sot rreth orës 2:30 minuta, derisa kam qenë kafeteri me dy kolegët mi, Vullnet Krasniqin dhe Arben Hysenin. Jemi qupe i kafeteris, një person në pikët e ditës ka sulmu, ka ra fizikisht, mi ka dhonë 4 ose 5 grusht e fytyrës, duke më shkaktu lëndime të leta, sepse nuk është hera e parë që gazetarë sulmohen, ne sulmohemi për çdo ditë, rahemi dhe kërkush nuk jep llogari për këto sulme. Jo i keni bërë gatë servis. Sektor gjinal këto Jo i keni bërë gatë servis. Mos falë se elqa emisionin edhe nuk fletë më qashtu. Mos falë më. Po fato nuk mundesh kështu. Fato argati servis lejej. Ky gënjeshtar, ky këtu, hiq ma larkë se në 2018 thët, këshyrën e këto që ka thonë, dhe këshyrën e mirë. Hashim Thaçi do të arratiset në Turqi bashkë me familje ditën që gjykata speciale dhe lëqoj arrester për të. A është që ky vepi kajtozi? Kush ka kallëzuar ty që i ka dokumentat e Turqisë? Mos vërtet. Kush? Mos vërtet. Kush? Mos teret goja, zoti Kajtozi. Mos vërtet, bre. Gjithë këto veprime që lidhen me dëshmitarët edhe me viktimat, lidhen direkt me përgjegjësinë e tij. Harrova me përmend Gjergj Dedaj, Arben Krasniqin, i cili ka qenë po ashtu viktim i arrestuar me zotin Thaçi, bashkëshortja e Arben Krasniqit është bërë antare e gjykatës kushtetuese dhe të gjithë këta njerëz janë shpërbly ata që kanë pranuar me u shpërbly. Të tjerët dihet çka ka ndodhur. Ne kemi të bëjmë me njerëz, me viktima që ja kanë drejtu gishtin Hashim Thaçit dhe tash janë njerëz që i ka afër tij. Hashim Thaçi u kon patriot. Hashim Thaçi në kohën e tina edhe Tisa Mustafës, ky ven ka jesë për para.